Ka pasur një takim të kryeministrit Rama me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, zotin Donald Trump, gjatë takimit të Bordit të Paqes. E megjithatë u vure edhe një bisedë në fund të këtij takimi, ku po themi ishte bashkë me presidenten e Kosovës, zonja Vjosa Osmani. Për të folur mbi këtë takim dhe mbi fjalimin e zotit Rama, ngritjen e çështjes së ish komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës që ndodhen në Hag, si dhe takimin në fund, kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Gylsen Zhlima, avokat. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, si e pat gjithë të takim të zotit Rama me Donald Trump dhe fjalimin që ai pati për ish komandantët të ushtrisë shqiptare të Kosovës? Së pari, takimi i zotit Rama nuk ishte një takim individual, ishte një takim i ftuar për sa i përket të një samiti për paqen, pra një bordi i cili ka të bëjë me paqen e Gazës, por të jemi realist, nuk ishte një takim individual në kuptimin e takimit në Shtëpinë e Bardhë. Në rast se do të ishim në kushtet e takimit në Shtëpinë e Bardhë, që zoti Rama është ftuar nga zoti Trump duke ulur tek Shtëpia e Bardhë, sigurisht që do të kishim një kuptim tjetër të takimit, do të kishim një marrëdhënie tjetër të zotit Rama dhe zotit Trump, duke qenë në këto kushte, mendoj se ky takim ka qenë rastësor, në aspektin rastësor, pra kalova të dhash dorën se jam i detyruar për shkak se ishin edhe të tjerë të cilët duhet i takoja. Por zoti Rama e ndihmoi shumë prezenca e zonjës Osmani, sepse në rast se do të vini re, ky është një ndër ngjarjet që është më interesante. Zonja Osmani, në momentin kur zoti Rama takohet me zotin Trump, zonja Osmani shkon edhe i afrohet zotit Trump dhe i thot diçka për Ramën, dhe Trumpi rrin edhe dëgjon zonjën Osmani më shumë se sa zotin Rama. Pra, duke thënë që në një farë mënyre, në rast se nuk do të ishte zonja Osmani aty në atë pozicion, sigurisht që edhe zoti Rama do të kishte dhënë dorën edhe nuk do të ishte bërë asnjë komenti më shumë sekonda. Por ajo çfarë duhet kuptojmë është kjo: zoti Rama nuk shkoi si kryeministri i Shqipërisë në Shtëpinë e Bardhë, shkoi si kryeministri i Shqipërisë në një takim për Bordin e Paqes, për Gazën, por në të njëjtën kohë nuk kemi as prezencën e shteteve më të fuqishme të Bashkimit Evropian në atë takim që është në Amerikë. Pra, takimi nuk është ajo që shitej në publikun shqiptar, sikur Rama u pajtu me Trumpin, sikur Trumpi e kishte tani në ndërmendjen e tij çfarë ndodh me Ramën në aspektin atyre deklaratave që ai ka bërë në të shkuarën. E gjitha kjo që ju do të shikoni është thjesht një prezencë të një shteti që është në kuptimin Shqipëria një shtet i cili futet në një bord të tillë dhe do të japi kontributin për Gazën. Tani, pyetja që lind është kjo: Shqipëria do të japi kontribut duke vendosur disa favore në favor të administratës Trump, duke i thënë që shiko, kam Shqipërinë bosh për shkak se e kam shpopulluar gjithë këto vite, hajde në sillni palestinezët derisa të rregulloni situatën në Gazë. Një, kjo e para. E dyta, është mundur që zoti Rama të thotë, po nuk e palestinez, na sill afganez, nuk ka problem. Po nuk e këta të dytët, na sill pakistanez. Pra nuk e kemi problem në këtë gjë, po e rëndësishme është që unë si kryeministri i Shqipërisë, për shkak se në Shqipëri bëhet lajmi i fundit që shiko Rama nuk do të marrë pjesë, se Rama nuk është i pëlqyeshëm në Amerikë, don ta përdori këtë si një kartë të fortë të tij kundrejt atyre të cilët komentojnë lidhur me Ramën apo mbështetjen e tij me Amerikën. Por duhet keni parasysh diçka, që zoti Rama nuk ka vajtur si një individ. Zoti Rama ka vajtur si një shtet. Dhe përveç kësaj, zoti Rama ka vajtur për të treguar që a është në listën e zezë apo jo. Por kjo nuk kupton që personi është në listë të zezë apo jo. Arsye shumë e thjeshtë, sepse të gjithë funksionarët publik kanë imunitet ndërkombëtar. Dhe nuk mund të bëj gabim një shtet, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një administratë të tillë të Departamentit Amerikan të Shtetit, që Ramën ta vendosur në pozita të Ramaduros, siç e thot vetë Partia Demokratike dhe opozita në tërësi. Pra,
Ajo që ne duhet kuptojmë nga kjo është vetëm kjo gjë. Zoti Berisha ka patur takim me Bush, erdhi në Shqipëri dhe pas shumë vitesh u shpall non grata. Zoti Rama bëri një takim me zotin Trump ashtu siç e pam dhe nuk i dihet në të ardhmen. E dini pse? Sepse pikrisht në Departamentin Amerikan të Shtetit ka një politikë të qëndrueshme në Ballkan. Thjesht ajo çfarë bëhet ndër vite është vetëm kjo. Kur lëviz administrata qendrore, gjithmonë projektet e Departamentit Amerikan të Shtetit për vendet respektive o frenohen në aspektin që mos bien në konflikt me politikën që bën presidenti i Amerikës, o ato shtypin gazet dhe vazhdojnë sepse presidenti ka dhënë urdhrin suprem që mbaroj puna, mbaroj situata, me këtë nuk merrem më. Prandaj them që duhet parë në një situatë më të mirë edhe më në aspektin global, pra në aspektin e topit. Mos shikojmë topin vetëm nga një anë që na intereson, po ta shikojmë në gjithë rrethin e vet që të kuptojmë qartazi politikën e Shteteve Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor dhe sidomos 2026 në maksimumin 2027 do të jetë Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor fokusi i administratës Trump. Pra avokat, ju po thoni që Rama mund të jetë edhe non grata dhe mund të shkojë në Amerikë? Edhe një herë, zoti Rama ka imunitet ndërkombëtar. Për ata që e din shumë mirë çfarë do të thotë imuniteti ndërkombëtar dhe ata të cilët e din shumë mirë çfarë do të thotë në sy të shteteve antare, që një antar, pra shteti shqiptar, nëpërmjet përfaqësuesit të tij, shpallet non grata, do të thotë që shtetet e tjera do të jenë në një aspekt dobësie. Pra, supozojmë, zotin Rama e shpalli non grata në Amerikë ose arrestojnë në Amerikë. Të gjithë shtetet e tjera që janë antar të një organizmi, si është NATO ose OKB-ja, në një moment të caktuar mund të godasin administratën Trump duke mos votuar një projekt apo një planifikim që e ka vetë presidenti. Pra, mos mendoni ju se Trumpi do marrë një vendim drejt për së drejti kundër Ramës. Po, mund të bëjë një deklaratë, por ajo nuk mund të sjellë një pasojë juridike ndaj një funksionari të lartë shtetëror në krye detyrës. Pse? Sepse pikrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një influencë të posaçme në Shqipëri. Që do të thotë, investimi amerikan në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë, nuk mund të hidhet në kazanin e plerave nga një president që është sot president, por dje ishte biznesmen dhe truri i tij punon si biznesmen. Pra, kush është ai biznesmen që është në politik, që ka ardhur nga biznesi dhe don të hedhi në kazanin e plerave investimin disa vjeçar të Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nuk ka. Pra, nuk mund të krijohet precedenti që një kryeministër një shteti antar të NATO-s të ketë një qasje të tillë, sepse në sy të publikut ulet akoma dhe më shumë influenca amerikane në Shqipëri. Dhe ju mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan dhe punojnë që të ulet influenca e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri dhe në Kosovë? Jo. Atyre intereson lidhja e vazhdueshme me çdo kryeministër. Nuk i intereson individi, i intereson cilësia e kryeministrit. Pra, ju lidheni shumë thjesht. Tjetër është Gylseni si qytetar, tjetër është Gylseni si avokat. Se në shumicën e rasteve, Gylseni në gjykat shkon edhe si individ, por edhe si avokat, sepse përfaqëson një klient. Edhe zoti Rama është individ i cili përfaqëson një funksion politik dhe një shtet. Pra, mos mendoni se është ashtu siç mendojnë të tjerët. Pra, u thirr Rama. Po të shikoni ju, analistët thotë u thirr Rama, u thirr Rama. Jo, u thirr Shqipëria, por duke qenë në situatë që Rama është kryeministër, këtë çëm.
Këtë çojmë. Më thuaj një emër, këtë çojmë. Mund të më thuash dikush thotë Bajramin. Po jo, se Bajrami nuk e autorizoi kuvendi. E autorizuan Ramën, të shkojë Rama dhe të paraqitet atje dhe të bëj deklarata apo të bëj çfarë do lloj gjëje. Avokat, si ju duk kërkesa e zotit Rama ndaj komandantëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës? Ishte me vërtet një kërkesë e sinqertë apo ishte një, po themi, kërkesë për të marrë vëmendjen e popullit? Ajo ishte një kërkesë për të marrë vëmendjen e popullit, sepse kur u arrestua ushtarët e UÇK-s, zoti Rama nuk doli në deklaratë direkte. Thjesht mori makinën dhe shkoi deri në Kosovë duke bërë sikur po bashkon frymën për një drejtësi reale. Zoti Rama, në momentin kur ata u arrestuan, zoti Rama kishte për detyrë të bënte një deklaratë patriotike dhe kombëtare. Çfuqizimi me një ligj, me një nen të gjykatës dhe prokurorisë speciale. Edhe aty të gjithë së bashku do të kuptonim qasjen e zotit Rama kundrejt një drejtësie e cila funksionon pasi ka mbledhur prova dhe kështu me radhë dhe do t'ja çojë një gjykatëri që do ta shqyrtojë dhe këtë me radhë. Pra, zoti Rama, edhe si kur të flasë sot, nuk ka pesh, sepse ka folur përpara zotit Trump. Në rast se ju do të shikoni reagimet e zotit Trump para 2 vitesh dhe para një viti fiks, pse them 2 vitesh, se edhe atëherë kur ka qenë pa marrë detyrën e presidentit, ka bërë disa deklarata. Edhe brenda mandatit të tij, pra afro një vit, sepse sapo e mori në 2025, ai doli dhe bërë disa deklarata. Pra, për Trumpin, gjykata speciale nuk ka vlerë, sepse pikërisht Trumpi ka çuar si dëshmitar njerëz që kanë bashkëpunuar me të në presidencë. Por, ajo që unë dua të them tek ky është kjo. Deklarata e zotit Rama është thjesht për të kënaqur opinionin publik në Kosovë dhe emigracionin, që ato të thojnë, ore, ky është patriot, por është patriot i vonuar. Pse Rama nuk reagoi atëre kur kishte lidhje me administratën Biden? Dhe reagimi i tij nuk ka qenë si ky reagim. Ka qenë shumë ndryshe, duke thonë çfarë drejtësi është kjo, drejtësi e cila merr prova, i shqyrton, çfarë janë këto prova pas 100 vitesh ku kanë vlerë. Pra, u fut në cilën analizë e provave, po nuk është puna jote si politikan të futesh tek provat. Ti si politikan ke vetëm një detyrë, të bashkosh politikën e Kosovës dhe të thuash Shqipërinë e ke këtu, mua më ke këtu, pavarësisht çfarë bindjesh politike kemi, momenti është të marrë një vendimare. Çfarë? Çfuqizimin e gjykatës dhe prokurorisë speciale, sepse ju bërët gabim duke dëgjuar disa ndërkombëtar që bënin parazarin e serbëve dhe rusëve. E tha? Ja. Kush e thot? E them unë. Po të ta them unë, s'ka ndonjë vlerë. Por, a duhet ta thosh ai? Unë jam kryeministër, ai është kryeministër. Edhe ditë qa peshe do të kishte në botën ndërkombëtare, në botë. Çfuqizimi, sepse dilte Shqipëria dhe thoshte, ne jemi në NATO, ne zotri futemi te kufit juaj dhe ju ambrojmë nga mjes deri ndark dhe po i do let vija i tjetri. E bëri dikush këtë patriotizëm, se patriotizmi nuk është teoria, hajde teori nga mjes deri ndark. Pra, patriotizmi është dhe praktik dhe faktik. Se pasqyron mbrojtjen dhe vetëmbrojtjen në momentin kur agresioni serb dhe rus don dhe kanë ëndra për Kosovën. Shumë e thjesht kjo, të shkojë Rama, foli aty, sa fjalime ka thënë Rama dhe nuk ka qenë koherent asnjëherë të fjalimeve të tyre. Ti vetëm shikoje në aspektin e spakut, qa thoshte 2022, 23, 24 dhe në fund të 25-ës, nuk ka lidhje nga janari 2026 e tani në vazhdim. As në projekt ligje që ai ka vendosur në parlament. Prandaj them, ligji që duhet normuar, por gjithmonë në mbështetjen e Shqipërisë është një ligj, një nen, çfuqizimi i gjykatës së speciale dhe prokurorisë speciale dhe
çdo gjë të vi dhe të rivendoset në vendin e duhur, sepse sovraniteti nuk kalon dot kufi. Sovranitetin ushtroje brenda territorit tënd. Këto modele i nderuar kanë një fondacion, kanë një adresë dhe jemi në situatën me drejtsinë shqiptare. Ky është modeli. Sot që drejtësia shqiptare ka dosje, kur ndërkohë drejtësia më pashme kishte të paktën dosje, mund të luftojë korrupsionin ndryshe, jo me këtë situatë që është sot që qytetari merr vendim pas 100 vitesh. Zoti Zhlima, a ndryshon gjë në politikën shqiptare ky zhvillimi i fundit pra takimi që pati shtrëngimi i duarve me Donald Trumpin i zotit Rama, duke pasur dhe akuza që kanë ardhur nga opozita, ku ka pasur dhe po themi deklarime që zoti Rama nuk kalon dot as oqean. Tani zoti Rama si individ mund edhe mos ta kalojë oqeanin. Si zyrtar i lartë e pe faktike që ndodhi kjo gjë. Dhe gjithmonë e kam thënë dhe duhet të jem koherent. Zoti Rama në cilësinë e kryeministrit ka imunitet ndërkombëtar. Shumë e thjeshtë kjo gjë. Mund ta urresh, mund mos ta duash ta kesh si kryeministër, e zgjedh ti duke e ndëshkuar që mos ta votosh. Por zoti Rama u shkon sepse pikërisht roli i tij është ky rol që ka, që do të thotë që ai do të shkojë sepse përfaqëson një shtet. Pastaj, a kemi të bëjmë me një situatë që tjetër i është thënë këtyre opozitarëve, dhe këta janë mashtruar, se kujdes, këtu ka edhe një sekret. Opozitarët apo Partia Demokratike ka një kanal komunikimit me Amerikën. Tani, vërteta është ne nuk e dim kush është kanali komunikimit. Por, me gjasa, unë mendoj se kanali komunikimit kalon përmes Sorosit, në mënyrë direkte apo indirekte. Dhe ata marrin informacione disa herë të sakta, por aty kur duhet që Rama të ketë një avantazh, japin informacion të gabuar me qëllim që opozita në sy të qytetarëve shqiptar të jetë e dobët dhe të jetë vulnerabël në aspektin e perceptimit të çfarë ndodh me situatën politiko ndërkombëtare midis Ramës dhe administratës Trump. Por edhe një herë po ju them, takimi në Vlorë kur Rama pyeti gocën e Trumpit, e din babai apo presidenti, ajo i thot, e din vetëm babai, po jo presidenti. Dhe ju duhet keni parasysh që presidenti nuk ka ndonjë plan personal, por ju ta dini, plani është institucional. Pse është institucional? Se Shtetet e Bashkuara të Amerikës asnjëherë nuk të dalin ballë për ballë duke të bërë luftën. Lufta bëhet gjithmonë në rrugë të tjera. Pra, amerikanët kanë në manualin e tyre, atë që ne duhet ta kuptojmë, quhet manuali operativ, që veprojnë në terren. Nuk merren ata duke bërë deklarata ndërkombëtare. Edhe sikur të kenë bërë deklarata ndërkombëtare, ata do të bëjnë deklaratë në momentin kur do të shikojnë që mënyra se si po drejton apo po lëviz personi X është e gabuar dhe sigurisht që cënon interesat edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përveç edhe shteteve të tjera. Prandaj them që ato çfarë thot Partia Demokratike apo njerëz të caktuar duhet t'i dëgjoni me vëmendje. Çfarë do të thot me vëmendje? Unë mund të dalë dhe them, Rama nuk shkel, Rama, por duhet të analizosh kur shkel, kur nuk shkel dhe si duhet të shkel në rast se duhet të provojmë në një moment të caktuar që ky person do të shkel në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Rama, si Ram,
ka probleme me drejtsinë amerikane. Rama si kryeministër i Shqipërisë nuk ka probleme me drejtsinë amerikane, sepse është përfaqësuesi i Shqipërisë. Pra Amerika nuk ka probleme me Shqipërinë dhe shqiptarët. Amerika ka me individin që ka funksionin. Po për shkak se individi bashkangjitër për arsye se e thamë përpara pse me funksionin, nuk mundet të dëmtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrëdhënie disa vjeçare me Shqipërinë. Avokat, si e shikoni të ardhmen e politikës shqiptare? Besoni që, dhe sidomos të qeverisë shqiptare, besoni që do qëndroj Rama, do mbyll mandatin, apo do ketë zhvillime të tjera që mund të çojnë deri në qeveri teknike? Qeverinë teknike, se si e perceptojmë, nuk mund ta them, sepse qeveria teknike mund të imponohet nga 3 faktorë. Faktori i parë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faktori i dytë është Gjermania edhe Franca, duke nënkuptuar Bashkimin Evropian. Prandaj ndava në 3 faktorë. Por në rast se ti marrim ashtu siç duhet, në kuptimin siç e them unë gjithmonë, ashtu siç duhet ta marrim, pra Bashkimi Evropian përfaqësohet nga institucionet e veta, pra kur kuptohet Franca dhe Gjermania është Bashkimi Evropian dhe Amerika është e vetme. Pra janë dy pole që nënkuptojnë imponimin në politikën e brendshme shqiptare. Dhe ju ta keni parasysh që edhe zoti Rama, edhe zoti Berisha, edhe funksionarët e tjerë të shtetit e kuptojnë shumë mirë çfarë do të thotë imponimi të huajve. Pse them imponimi të huajve? Sepse edhe në vendet e tyre ekzistojnë zgjedhje, ekziston debati politik, ekziston korrupsioni, ekziston drejtësia dhe padrejtësia politike. Pra, edhe në vende të ndryshme ndodhin gabime, të cilët janë të qëllim, por ne nuk do analizojmë gabimin çfarë kishte në përpavi, por ne duhet të analizojmë që këto shtetet sigurisht që do imponohen përmes përfaqësuesve të tyre ambasador, që të kërkojnë një qeveri teknike në aspektin e një krize. Pra, qeveria teknike nuk mund të bëhet, për shembull, vjen Rama sot nga Amerika dhe thot tani unë do ulem me Saliun dhe do bëjmë marrëveshje për qeveri teknike. Qeveria teknike nënkupton 2 momente të vështira për Partinë Socialiste. Jo për zotin Rama. Prandaj duhet ta ndaj me zotin Rama. Duhet të kuptoni këtë gjë. Partia Socialiste e Shqipërisë ka një hall shumë të madh. Në rast se vazhdon edhe qëndron në pushtet me këtë keq qeverisi që kemi aktualisht, Rama nesër ik nga PS-ja, por PS-ja për shkak të mungesës së asaj që ne themi pushtetit dhe paras, do shkërmoqet. Sepse është taksative dhe kanë në ADN-n e tyre gjithë socialistët në botë. Pra, kudo në botë, në rast se studioni shkencat politike, do kuptoni që socialistët gjithmonë pasi ikin nga pushteti shkërmoqen. Pra, në momentin ku një krizë e thellë ekonomike o politike, dhe më gjë këtë të parë ekonomike, se kur shkon tek xhepi, atëre ku ndjen qytetari, se politike thot leje se këta kështu edhe në fund fare edhe politika imponohet tek xhepi i qytetarit. Po nuk ta kuptojnë tani, është më vonesë kjo. Se s'kuptohet, se fillimisht është jo është i fortë, ai bën këtë, ai pushtet, ai ka kapur të gjitha, po. Ai është më vulnerabël, por kërkon një analizë tjetër, kjo në momentin e dur do ta bëjmë. Pra, 2 janë pozitat më të vështira që zoti Rama po luan. Dhe po luan që tani nuk po luan me rastin Balluku. Rasti Balluku është kot. 1. Kriza financiare. Nuk mundet leku të jetë më i fortë se euro, kur ndërkohë leku nuk futet në asnjë bursë kombëtare apo ndërkombëtare, ndërkohë euro është në bursat ndërkombëtare. Tani pak mendo të kuptosh situatën ku jemi.
Mirë, të jemi realist. Pastaj, një krizë politike tjetër që ka në kuptimin e influencës amerikane, pra stabilitet, por influencës europiane, çfarë? Ndikim dhe direktiv, që të cilën nuk e keni plotësuar, kush është? Bundestagu gjerman. Në rast se juve ju del një rezolutë nga Bundestagu gjerman, edhe thot që Shqipëria po hapi kapituj, po është momenti punës kolektive dhe jo të një partie të njëanshme, sepse ne si Gjermani kemi koalicione, për shembull Gjermania ka koalicione, edhe qeverisë vendin. Si ka mundësi Shqipëri mos të ketë koalicione, edhe po qeverisë nga një individ? Po si do marrim ne një individ, një parti do marrim në Bashkimin Evropian, që vjen partia tjetër e thot ç'a doni ju, Bashkimi Evropian, ku ka Bashkimi Evropian? Ktheu mbrapsh. S'ta intereson Bashkimi Evropian. Lajfit, more, shkon një kryeministër nesër, e thot ç'a, kam gjithë pushtetet që i ka bërë ky gati dhe mora unë, po hajde mbrapsh tani, nuk ka Bashkim Evropian. Edhe trazon ujërat e stabilitet në Bashkimin Evropian. Pra, janë dy momente të ndryshme që kërkojnë po të dyja interpretime të ndryshme, stabiliteti, qëndrueshmërie, sepse në të dyja rastet shqiptarët do të jenë ata të cilët do të vuajnë pasojat ndaj çdo lloj vendimarrje. Prandaj, o krizë financiare bashkon PS-n dhe PD-n për qeveri teknike, o krizë politike e cila ka kuptime të shumta, i çon drejt një qeverisje teknike. Në kushtet ku jemi, mendoj se po, do të shkojmë në një qeverie teknike, por me parakusht që njëra nga të dyja të ndodhë. Avokat, besoni që Këshilli i Mandateve do të jap lejen prokurorisë për arrestimin e Belinda Pallukut? Uroj me gjithë shpirtin. Mos ta japi lejen. Mos ta japi lejen. Çfarë janë ato dosje, avokat? Është libër, nuk është dosje. Interpretuesi i procedurave për imunitetin dhe jo vetëm, që nuk kupton se si ligjvënësi ka normuar dhënien e autorizimit, mundësinë e mosdhënies së autorizimit dhe detyrimin e prokurorit që të shkojë disa herë në parlament për të kërkuar autorizimin. Edhe njëherë duhet të kuptojmë diçka. Kërkesa e zotit Rama drejtuar gjykatës kushtetuese ka qenë më shumicën e paragrafeve kërkesë për imunitetin. Dhe jo kërkesë lidhur me deklarimin e kompetencës apo jo. Prandaj them duhet presim edhe gjykatën kushtetuese të shprehë dhe ta lexojmë vendimin e saj. Dhe sigurisht që zoti Rama mund të luaj, edhe do të luaj, duke interpretuar që shiko, unë nuk jam gati, sepse ju keni marrë masa të pandehur e keni çuar për të dalë jashtë shtetit s'ka dalë. Pse është deputete, pse do t'ja hiqni kur ju e keni mundësinë ta hetoni, ta gjykoni dhe fund fare ta dënoni? Pse doni të bëni lojë politike? Dhe vim pikrisht që spaku u përdor politikisht nga Rama. Pse? Prençi në tetor e bën të pandehur. Në nëntor më korrigjon në rast se gaboj, e pezullon. Mirë, tani, ti thua, kjo në tetor u bë e pandehur, prisje ti kryeministrin të reagonte. Po pse çaj je ti, prokuror që po merr impulset e politikës se si do reagoj kashi vendimarrjes tënde? Që morë të pandehur. Mire morë të pandehur, po para se ta merret të pandehur, pse nuk i dhe ndonjë mas? Detyrim paraqitje. A ja dhe Berishës? Po. A e fute Metën në burg? Po. A e fute Veliaj në burg? Po. Po këte, pse se merr që thua
pas ka trazuar miliardat e buxhetit shtetit. Pra, o je naiv, o e luan që je naiv, o luan lojë politike për një interes personal. Këto të treja janë. Tani nuk ka mundësi diçka tjetër. Se të kesh Beqaj në burg, Hametaj në Arati, Dakun në burg, që e fute, Veliaj në burg, Metën në burg, Berishën në Telashën detyrim paraqitje, dhe ti të thuash që unë thua, po bëj veprim të tillë. Kundërkohë, në të gjitha këto raste, kush ka qenë drejtuesi i prokurorisë? Zoti Dumani. Si, s'kishte dieni Zoti Dumani për këtë kërkesë të këtij prokurori? Po kishte. Nuk kishte dieni Zoti Dumani me arrestimin e Zotit Berisha? Kishte. Po të Metës, po të Veliajt, po të gjitha. Pra, Zoti Dumani në çdo dosje politike ka vendosur emrin e tij. Dhe di ç'a bën? Nuk shkon në procese të gjyqësore kur i ka nisur vet. Dhe le ata të shkret fukarit prokuror të cilët nuk e di nga ta nisin nga ta vitisin. T'ju nxjerr unë në të ardhmen, se tani si nxjerrim dot, se si prokurori thot, na falni thot, këto faqe që kemi shtuar 75 faqe nuk janë fakte penale, po thjesht që të lidhin faktin penal me fakte të tjera që për ne nuk janë të gjitha penale, po për shkak se influenca për ne konvertohet si vepër penale, është me fol me veta, kupton? Ne mendojmë se kemi të bëjmë me procedim penal dhe fakt penal që na kupton qartësi faktin historik penal që personi gjatë gjithë vitës ka punuar në mënyrë korruptive. Kupton që ka bërë Altin Dumani duke marrë në qafë kolegët e vet? Edhe nuk vjen në seanca. Prandaj ju them që rasti i zonjës Balluku është pothuajse i njëjtë. Mua nuk më intereson a ka vjedhur apo ja jo zonjë. Po ka vjedhur ta kapshin në flagrancë, po nuk ka vjedhur, nuk ka se si ta kapin. Hetoje, gjykoje, denoje vlla. Po jo duke lujt lojë politike që Rama të vitë të ndryshojë në 242. Jo duke bërë ti lojë politike në favor të Ramës, që Rama të vijë dhe të bëjë ndryshime kushtetuese. Se thot, Spaku që ka fëminor. Po sa ko fëminor do t'jetë? Nga plepat 1, 2016, plepat 2. Është fakt konkret plepat 2. Se Rama i thot fëminor. Pra, ku e fëminor do thot që je 5 vjeç akoma, ose 2 vjeç, ose 3 vjeç. Si ka mundësi reforma në drejtësi të ketë bërë ka shumë fëmijë të cilët nuk pas kanë pjekuri juridike. Po s'ke pjekuri juridike, me i zemra ta fal. Mere, lexohet të paktën. Janë 2000 sa 3000 faqe janë. Por mere lexoje. Po mos bë politik me Edi Ramën. Mos më thuaj e mora të panderur unë se po vidh te lek. Po mi po vidh te lek. Po ti ç'a po bëje? Po shkoje, po vëzhgoje? Po vidh te lek ai bie ishte në flagrancë. Po ç'a bëre ti? E ti ç'a bëre? E more kallëzimin penal 2021-shin, i shtype frenat aty nga mes deri në darkë, e mori ky tjetri që erdhi krye prokuror 2022-shin, e majti zvariti se ka marroi porosit e Asamblesë Partisë Socialiste. Dhe në fund fare, para se tikte se prishi pazarin me Edi Ramën, e procedoi edhe e çoi të pandehur. Edhe populli. Oh, Spaku arriti majën. Po ç'a maja arriti kur ai e zvarriste dosjen nga 2021-shi ta sot 2025-in edhe po hetonte. Dhe 2025-ën gjetën provat e 2023-shit. Tani e kupton ku je. Kundërkohë ti atë tjetrin e pas ke marrë të hetuar Beberin në 2022-shin në vazhdimsi dhe mos gaboj tani o 2023 o 2024 e arrestuan. Nuk e mbaj mend tani këtë Berberin kur e arrestuan. Pra, kur ti Berberin e arrestove, i kishe marrë provat, se ja e arrestove për kushtet e flagrancës, se na arrestove për gjë tjetër. E arrestove për statistik, mbetet për të parë kjo gjë. E kuptoni sa kontradiktor janë ata të Spaku dhe sa noter janë gjyqtarët
vulnerabël në GKK. Popull, mos u kënaqni kaq shumë statistika, sa i prokurori dhe i gjykatësi do marrë pension nesër, do thot, qa më intereson mua, jepi lek popull dhe atje rritet taksat këtej. Edhe taksat shkojnë në kurriz të popullit, se gjyqtarët 2, 3, 4, 200 janë, sa janë 300 janë gjithë Republikën. Po bërën ata gabimet, kurrizin ton shkon, sa ata janë tek pull. Prokurori thot marrë ai azil se më jep në shtet jashtë shtetit. Gjyqtari thot marrë edhe unë azil jashtë shtetit ku bëhet ky vend. Se ky është mentaliteti i gjyqtarëve. Çfarë mendoni ju gjyqtarët? Njerëz të shenjtë dhe shenjtor, pa djallëzi, edhe prokuror? Ato kanë bërë gjunafet më të mëdha të këtij vendit. Gjykatës dhe prokurorët kanë bërë gjunafet më të mëdha të këtij vendit. Çfarë mendoni ju? Populli i shkret i cili nga mes deri në darkë lufton për jetesë mbi jetesë. Por kjo që po ndodh tek politikanët shqiptar nuk është drejtësi, zotëri. Dhe e them me plot bindjet. E di pse? Se kam, zotëri, një dosje që nuk ka vepra penale. Nuk ka, zotëri, vepra penale. Do më thuash, si ishin të zotë të gjenë. Por zotëri, prandaj janë fut në atë punë, të jenë të zotë të gjenë, po jo të shpikin influencën vepër penale. Pse ti takosh me një person për bën vepër penale, se unë dyshoj që ti je kështu për shkak të perceptimit publik. Po ti e di çfarë për avokat, që gjithë janë sekser, po nuk jemi të gjithë njësoj, o zotëri. Po gazetarë, gjobvënje, po nuk janë të gjithë njësoj, o vlla. Pse unë duhet ta marr rastin e Ballukut, që ajo që e ka hajdute? Pse duhet ta marr? Përse? Pse ma thot një prokuror i cili po luante dhe po luan vazhdimisht politik? Jo vetëm një, po të gjithë prokurorët luajnë politik. Do t'ju them edhe çka të fundit. Zotëri, jetojmë në Shqipëri. Edhe them me seriozitet këtë gjë. Jo në Zvicër, jo në Suedi. Pse them këtë gjë? Në rast se reforma në drejtësi do të kishte dhënë impakt, zotëri, nuk do shkonte ai djali i ri të vriste gjyqtarin në mes të sallës, nga urrejtja. Kush e krijoi urrejtjen? Shoqëria? Ne e krijuam urrejtjen? Urrejtja u krijua pikrisht nga prokurorë dhe gjyqtarë që i bën pak pushtetit politik. Kjo është statistik. Pra, përgjegjësia i takon çdo prokuror dhe gjyqtari që nuk shikon që kushtetuta është mbi palët, ligji mbi palët, dhe jo statistik. Kjo është e vërteta. Ç'a doni ju? Të bëjmë reforma duke e kalb sa çdo ditë sistemin. Prandaj them, rasti Ballukut për mendimin tim, Rama ta çojë deri në fund dhe mos ketë asnjë frikë. Deri në fund. Mbaje deputete. E di pse? Se mua më intereson, o zotëri. Sepse ai nga 2022 deri 2025 përgëzonte spakun. Sot ai nga 2026 janar e deri më sot që flasin, ai nuk do më pa me sy spakun. Dhe ishte pikrisht ai dhe thoshte, unë nuk bëj zyrën e avokatisë asnjërit, sepse përgjegjësia nuk është politike, partijake, por është thjesht penale, individuale. Edhe lind pyetja e fundit që duhet shtrohet të qytetarët dhe e mbyll. Më fal, kush ka problem me koherencën? Unë apo zoti Rama? Uroj të përgjigjen qytetarët.